Jezë me afal, sepse doli kjo fama emrit aflatoksin na Helmut, na Bot, 4 ditë që ushi shkoj të gjithë në kanal edhe çapin viçet i pjesë, sepse është shumë që marrë në ditë. Nuk mund të rrëvëlloj ma i viçet sa kam. Pse ndodhi? Kush e problemi? Problemi ishte të gjithë misri që merrshim, që bleshim, misi eksportit, importit, komplet, misi ishi komplet me aflatoksin. I mykur. Ishte i mykur. Ishte i mykur misri. Për t'ia shpjeguar edhe atij që dëgjon, që çfarë është myk. Po, që vjen prej ushqimit. Miku që vjen nga ushqimi. Mungesa e kujdesit të dur për ushqimin, sjell këtë. Sjell këtë problem. Ti e zgjidhe që pastaj unë e zgjidha, bilës nuk patëm përdorur, antimyk nuk e di çfarë ishte fare, arritëm që e gjetëm, na i punëtoj tash në prun nga Italia, ajo ishte zgjidhja që e fuzim e kafshë, që ajo është si për kafshën bën mirë, si për në fjalë e zgjesh çdo gjë cilësore, pa aflatoksin qumshin. Ishte hera e parë që të ndodhte? Po hera parë. Që ndodhi nga ushqimi gabuar i asaj here? Po që mund të ndodhte edhe nuk do përpara nuk ishte përdorur. Se kisha përdorur, nuk e kishim përdorur asnjëherë. Përpara, kjo ishte fatkeqësi që nuk e kishim përdorur. Tash e përdorim me normë çdo gjë. Hallka këtij problemi ngel gjithmonë që ne fshatarët, që ne fermerët. Po, e vërtetë. E funit jemi ne humsat. Po, ty do të them. Sepse unë shkoj ke zotnia i them, duam nisë pa aflatoksin, vëlla se kanë probleme vëlla me kafshët. Po. Okej, më xheri cop certifikat zotnia, më thotë shiko thotë e kanë importu, thotë është pa aflatoksin. Vjen dhe bën provën atë me aflatoksin. Detyrojmë tash në lopët, i kemi pa misër. Sepse till nuk di ku të shkojmë edhe në ana jon, nuk di ku të shkojmë për misën. Po tash edhe kafsha pa misë nuk mund të jetoj në vend të botës. Tash nuk bë kontroll shteti ke misri. Po sigurisht kemi zgjedhë zgjidhjen tash, kemi hequr misrin. Se pra, çfarë? Ne kemi hequr misrin fare, nuk kemi fare misër. Çfarë jep tani? I japim sojën, elbin, grurin dhe plus me antimykun. Të shkruajmë gjithmonë. Pra ke gjetë dy zgjidhje. Sepse isha tani tek një fermë më e madhe e cila e prodhonte vetë ushqimin. Po ti nuk mund ta prodhosh vetë. Jo, ose prodhoj vetë. Ose prodhoj vetë. Unë prodhoj vetëm të gjithë, unë pak e shumë sa di me aq sa jam me të jurin time, në të gjithë vendet e botës, baza ushqimore, të gjithë fermat bëjnë silazhin dhe barin. Pjesa tjetër e koncentratave e blenë. Janë tjekje me këtë punë. Po duhet ta kontrollohet. Normal me kontroll çdo gjë. Gjithë zinxhiri. Me kontroll. Sepse në fund të fundit je ti që e paguaj. Unë e paguaj. Për shembull, ato 4 ditë që qumshi s'ta mori lufra, sa sa duhet, shumë është 8 milion lekë. 8 milion lekë për 4 ditë. Po. Kështu që ty të duhet të zgjidhje më njëherë, të ndërhyje më njëherë me lekë të tjera, kuptohet, sepse kanë ndryshuar ushqimin, kanë ndryshuar këtë. Normal. Po kjo është shikëzoj që e arritëm, që gjetëm zgjidhjen. Shkojmë përpara kështu, se më ndodh prapë kjo punë. Kur ti kërkon një zgjidhje, me kë konsultohesh? Me atë që ja shef, me veterinerin, si ja bën ti? Kush të ndihmon ty? Konsultet i bëj me fjalë kam një italian unë faktikisht vetë, që flas gjithmonë me fermën aty dhe realisht ato këtë gjëra përdorshin dhe kanë